Allahu Akbar, Allahu besimtar, prej cilësive edhe prej dyrëve që shejtani e shfrytëzon edhe dëpërton në zemrat e njerëzve është kooperacia edhe frika nga varfëria. Thot Allah subhanahu wa taala, "Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha." Shejtani ju frikson juve me varfëri. Ju frikson juve me varfëri. Është armë pra e shejtanit, ku shejtani vazhdimisht njeriut ja shtin frikën e varfërisë. Ja shtin frikën e varfërisë në vetveten e tina, frikën e varfërisë për familjen e tij, për evladët e tij e kështu me radhë. E nëpërmes saj pastaj ja dirigjon zemrën e tina, ai njeri që ka frikë të madhe nga varfëria, pastaj ka mundësi që të mos e kontrolloj veten e tina se çysh e fiton rrezikun. Ai duhet ta di çdo individ se rreziku është në dorën e Allahut subhanahu wa taala, edhe nuk ka mundësi askush mi marr rrezikun veç ata që Allah subhanahu wa taala ja ka caktuar.